Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Zhvendosemi sërish së bashku në këndin e të ftuarit të ditës për gjatë minutave në vijim. Do të kemi mundësi të flasim për përballjen e shumë pritur, për përballjen e shumë përfolur atë mes Shqipërisë dhe Serbisë. Për gjatë minutave në vijim do të bëjmë një analizë konkrete të situatës vetëm pak ditë përpara se Shqipëria të përballet me Serbinë. Do të flasim për pjesëmarrjen e lojtarëve, mungesat, afrimet, do të flasim për gjendjen e tyre, por patjetër që do të bëjmë edhe krahasimet ndërmjet skuadrës tonë dhe skuadrës serbe, duke patur parasysh nivelet për të cilat jemi duke folur. Në pjesën e dytë të kësaj interviste do të flasim edhe se lakon të gjitha problematikave me të cilat përballemi sa herë që kemi të bëjmë me ndeshjen e kombëtares shqiptare të futbollit. Problematikat të cilat lidhen patjetër me interesin e lartë dhe kërkesën e lartë për të qenë prezent në stadium dhe për të patur biletat, dhe nëpërmjet kësaj vijon dhe krijohet problematika dhe ngërçi i biletave në tregun e zi dhe abuzimet e ndryshme. Do të flasim edhe për problematikat të cilat lidhen me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe moslejimin e tifozave kuqezi. Të gjitha këto vetëm me Ervin Bakun, i cili më është bashkuar në studio. Baku, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit, mi mbroma. Radio Tirana, duhet se Patjetër, gazetar sportiv, Radio Tirana. Radio Tirana, po. Baku, Shqipëri-Serbi, kur e përmendim këto dy skuadra, shpeshherë na vjen në përmend atë se çfarë kemi përjetuar vetëm disa vite më parë në një përballje me Serbinë. Ndërkohë jemi në të tjera kohra, por pavarësisht se jemi në të tjera kohra, sërish të kemi atë emocionin e mënyrës dhe të skuadrës të cilën kemi përballë. Po, patjetër është një përballje që duam apo nuk duam ne, i tejkalon kufit sportiv. Në fakt, na vjen gjithë në mendje ajo natë e tmerrshme e tetorit 2014, ku brenda në Beograd skuadra jonë u keqtrajtua, u masakrua, ndërkohë që ne vetëm një vit më vonë i pritëm si njerëz ekipin serb dhe ashtu vazhdojmë dhe sot. Kështu që ne i tregojmë botës që jemi qytetar dhe dim të organizojmë evente të tilla që i kalojnë dhe për masat e një loje të thjesht brenda fushës. Ndërkohë që ashtu duhet marrë si një ndeshje futbolli, e vlefshme për vendin, domethënë shumë e rëndësishme unë kështu e shikoj për vendin e dytë në grup, që na çon në play-off. Për vendin e dytë theksoi dhe Hoxha në konferencën e sotme. Jo, po patjetër, sepse Anglia është, edhe pse ne në teori themi që futbolli nuk i dihet atje, po Anglia është shumë përpara dhe nesh dhe Serbinë, dhe ne konkurrenti direkt për vendin e dytë është Serbia. Kështu që kemi këtë ndeshje këtu, kemi edhe një ndeshje tjetër. E rëndësishme është që në ballafaqimet direkte të dalim ne më mirë dhe të mundim këto tash të quajtura të vogla, edhe pse nuk kam skuadra të vogla, Andorën dhe Letoninë. Se ne kemi parë që dhe kampionatet, në këto kampionatet më të forta europiane, kampionatet fitohen me këto skuadrat e vogla. Pra, nëse ne do të bëjmë shumë mirë me Serbinë, nuk vlen nëse bëjmë keq 3 ditë më vonë në 10 shtator, në 10 qershor në Letoni. Mi thuaj pak emocionet, Baku, Shqipëri-Serbi. Është ndeshje shumë, është ndeshje, thash. Se unë e di që ti e përjeton shumë. Prandaj po ta bëj këtë pyetje përpara se të ndalemi tek analiza. Jo, patjetër, unë përjetoj, interesant, unë përjetoj çdo ata që mua më njohin, e din shumë mirë që unë shkoj 3-4 orë përpara në stadium. Kam atë ritualin tim, e prek fushën, domethënë dua të qetësinë time, reflektimin tim, unë e përjetoj çdo ndeshje futbolli. Aq më tepër kjo është një ndeshje
shumë e madhe, po të thash, duhet ne unëroj që kjo ndeshje t'i shërbej përmirësimit të marrëdhënieve mes nesh, e kupton, ta shikojmë si një ndeshje futbolli. Më pëlqeu shumë deklarata e Piksit. Piksi është trajneri i Serbisë, Stojković, që tha është një ndeshje, t'jetë një ndeshje futbolli dhe në futboll dhe të fitoj ai që e meriton në atë ndeshje, në ato 90 minuta. Ndërkohë Baku, ndalemi dhe flasim pak për përgatitjen e djemve të kombëtares shqiptare të futbollit. Me të gjitha informacionet dhe me aq sa ke patur mundësi të ndjekësh, në çfarë forme janë djemt tanë? Janë në formë të mirë, unë kam ndjekur dhe sot paradite konferencën e Strakoshës dhe Hoxhës, ndërkohë që ditën e hënë ndoqa El Seid Hysajn, që është i vetmi futbollist që ka qenë dhe në atë natë të tmerrshme të Beogradit, dhe Qazim Laçin. Djemt kanë përfunduar sezonin, atë do ta shikojmë nëse janë të lodhur apo jo. Unë kam besim te trajneri kombëtarës dhe te gjithë stafi që gjatë kësaj kohe ata të përgatiten në mënyrën maksimale dhe të jenë të shtunën në darkë gati, sepse e njëjta gjë është dhe për futbollistët e Serbisë. Kjo ndeshje vjen në përfundim të një sezoni futbollistik dhe në pritje të fillimit të kupave të Europës. Pra, si thua, janë të barabartë, janë mirë, janë të motivuar, nuk ke nevojë të ne kemi nevojë të na karikosh me Andorën, me Letonin, nuk ke nevojë të na karikosh me Serbinë apo me Anglinë apo me Francën apo Baku, ti je specialist dhe e njeh mirë se çfarë do të thotë përgatitja përpara se të hysh në fushën e blert. Ka shumë faktorë të ndryshëm, ndër ta është edhe mentaliteti. Në të gjitha konferencat e deri tanishme, si e ke parë mentalitetin e djemve? Kanë shpresë për një fitore dhe marrjen e 3 pikëve në ndeshjen me Serbinë? Patjetër, unë mendoj që ata do t'japin gjithçka. Nuk më tingëlloi mirë, edhe pse ishte një përgjigje zemre, ajo përgjigja e Hoxhës, se u bë një pyetje që nëse ishte diçka hipotetike, se nuk ndodh. Nëse do të thonin fitonin me Serbinë dhe tunin me Letonin, a do pranoje? Ai tha po. Ndërkohë që për mua nuk ka sens. Për ne qëllimi ynë, për ne këtë duhet ta marrim si një ndeshje futbolli. Qëllimi ynë, ëndra e jon, ëndra e çdo shqiptari, ëndra e kombëtares, ëndra e të gjithëve ne është që pasi kemi shkuar 2 herë në kampionatin evropian, tash të përpiqemi të shkojmë në kampionatin botror. Është shumë më e vështirë, sepse vendi i dytë shkon në play-off dhe do të kesh akoma ndeshje për të shkuar, por të paktën të arrin vendin e dytë, dhe vendi i dytë arrin me këtë ndeshje të shtunën. Nëse ti fiton këtë ndeshje dhe ti mundesh në Letoni, ke humbur shumë. Çfarë të bëri përshtypje tek grumbullimet, Baku, dhe tek lista zyrtare e futbollistëve të cilët do të jenë pjesë e ndeshjes? Mua më bëri përshtypje kjo që do doja që t'ishte Etrit Berisha në këtë ndeshje. Do doja t'ishte Etrit Berisha që është rikthyer, ka fituar kupën e Suedis, Hakeni ka mundur Malmoen me penalti. Do të thënë, Etrit Berisha ka pritur 2 penalti, ka shënuar dhe atë është një portier me eksperiencë. Mendoj që do t'i duhej, mund t'i bënte punë kombëtares. Pastaj të tjerët janë aty të gjithë, të shikojmë se si kanë ardhur. Kush do t'jetë surpriza, Baku? Në të gjithë analizën, në këndvështrimin tënd, në atë se çfarë sa i ke parë ti? Kjo nuk është ndeshje për surpriza. Nuk është ndeshje, unë mendoj që do luajmë me më të mirët. Në mbrojtje kemi trafik në kuptimin që kemi do të ketë vështirësi në zgjedhje, sepse që nga krahu i djathtë. Silvinja do të ketë vështirësi në zgjedhje? Po, sepse ka shumë. Në krahun e majt kemi Mitajn edhe Alin,
në krahun e djathtë kemi Hysen dhe Balliun, në qendër kemi 4 super lojtarë për 2 vende, që është Gjimshiti, Kumbulla, Ajeti dhe Ismaili. Besoj se mes fusha do të jetë ajo me Ramadanin, me Aslanin, me Laçin. Pyetja është se si do të luaj Broja, ku do të luaj Broja, a do të luaj që në fillim, a do të luaj Mana, a do të luaj Uzuni, a do të luaj Hoxha. Se Broja kam përshtypjen do të ka pasur edhe dëmtim. Jo, Broja tash është në rregull. Është okay. Po. Pra, do të jetë pjesë, mendon se do ta angazhoj Silvinja? Të shikojmë, domethënë është e di ai informacionin, domethënë ai ka parë, ne shikojmë nga ai e di këto ditë ai është 24 orë 24 me ta dhe duhet t'i bëjmë besim që ashtu siç bëri shumë mirë në eliminatorët e kampionatit evropian, ashtu të bëjmë mirë dhe këto eliminatorë dhe konkretisht në këtë ndeshje. Baku, në qoftë se do të bëjmë krahasimin ndërmjet skuadrës tonë, përgatitjes së djemve tanë dhe skuadrës së Serbisë, përbërjes së skuadrës së Serbisë në vetvete, me çfarë kemi të bëjmë? Më thej që është një ndeshje e madhe, është një ndeshje e vështirë, do forcë, do një mentalitet. Do një mentalitet, do një ftohtësi, do të thonë, duhet jemi të ftohtë. Luajmë futboll. E kemi shumë problem në këtë Baku, përfshihemi shumë shpejt nga emocionet dhe në momentin kur ne pësojmë gol edhe më pas të tjerat. Kjo është shikojmë, thash, ne nëse jemi të ftohtë, nëse luajmë futboll, unë kam përshtypjen që ne atë ndeshje do t'i mundim, ose të paktën kam përshtypjen që në 2 ndeshjet tona me Serbinë, ne do të marrim 4 pikë. Tani, do marrim 3 të shtunën dhe 1 në Novi Sad, apo do marrim 1 të shtunën dhe 3 në Novi Sad, jam i bindur që ne do ta arrijmë vendin e dytë atje në Novi Sad, se nuk luhet në Beograd, luhet në Novi Sad. Duhet jemi të ftohtë. Përballë kemi lojtarë që individualisht ka lojtarë që janë shumë më lartë se lojtarët tanë, por ato kanë përshtypjen që nuk kanë atë forcën e grupit. Te ne kemi forcën më të madhe të grupit dhe kështu mendoj kjo do të... Pse nuk e kanë serbët forcën e grupit? Në momente kyçe apo të rëndësishme ata nuk kanë një forcë grupi. Ndërkaq ndat 10 presim Letonin Baku. Jo, shkojmë në Letoni. Shkojmë në Letoni. Thash, janë 2 ndeshje. Dhe ndeshja e shtunës do të projektoj atë se çfarë pritet të ndodhë në vijim. Po. Sepse është ndryshe kur ti fiton, edhe ai udhtimi sado i gjatë jetë, ti s'ke nevojë për shumë orë për të rikuperuar. Po me një humbje, ke një dhe udhtim gjatë raskapitës, fundi sezonit. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme rezultati i shtunës dhe është blok, duhet marrë blok. Unë uroj që ne të marrim 6 pikë, po ta fillojmë 1 nga 1. E qartë, ndërkohë Letonia, kundërshtari i radhës, do të jetë i lehtë për djemt, do të jetë i vështirë, po flas gjithmonë tek përgatitja fizike e futbollistëve, pa i hyrë çështjes së mentalitetit apo mënyrës se si do të shkojnë. Jo, ato janë ekip i vështirë, nuk janë në nivelin tonë, nuk diskutohet, po janë ekip që mund në fushën e tyre mund të nxjerrin probleme. E kuptoj. Baku, ashtu siç e thash edhe në hyrje të kësaj hapësire, sa herë që ne kemi të bëjmë me ndeshjet e kombëtarëve shqiptare të futbollit, krijohet problemi mbase për shkak të interesit të jetë të lartë, krijohet problemi i biletave dhe në momentin që krijohet problemi i biletave, fillojnë edhe abuzimet se lakon kësaj pjese. A duhet të kemi një përgjegjës, a duhet të kemi dikë që t'i kontrolloj dhe të mos bëhet palë me abuzuesin? Kjo, se lakon kësaj pyetje, problemet me Federatën Shqiptare të Futbollit, pse kjo e fundit nuk ka lejuar tifozat kuqezit të jenë pjesë e atij stadiumi, duke patur parasysh rëndësinë e këtyre tifozave? Unë nuk punoj në federatë. Jo, absolutisht dua këndvështrimin tënd. Dhe nuk jam zëdhënës i federatës. Por dëgjoj, sa herë janë ndeshje të rëndësishme, duan të shkojnë gjithë stadium. Duan të shkojnë gjithë stadium sa herë që është një ndeshje e rëndësishme. Kështu ka ndodhur mbaj mend edhe me kur
kur kualifikuam herën e parë, në 2016, herën e dytë të fundit me Çekin, me Polonin, botëror don. Edhe kjo ndeshje edhe po t'ishte stadiumi sa Maracana i Brazilit 100.000 vëndsh do ishte plot. Mi po kaq janë aty. Kështu që mua më vjen keq vetëm për një gjë që në këto ndeshje njerëz që mund mos kanë shkuar kurrë në stadium marrin kanë fat ose me atë shortin elektronik dhe marrin bileta. Nuk mund të akuzoj njëri se ti fole për tregun e zi. Tregu zi ka 2000 vjet që ekziston. Nuk është, po nuk mund të themi që do ketë treg zi, sepse së di. Ideja është e tillë që duhet në stadium duhet shkojnë ato që shkojnë rregullisht. Por kjo është e vështirë ta përzgjedhësh ose Tifozët për shumë fëmijët e mi nuk arritën dot të hynë, kaluan 2-3 ditë dhe s'morën dot bilet. Po fëmijët e mi kanë qenë dhe me Andorën dhe me gjitha, kanë 20 vjet që janë tifozë të çmendur të Shqipërisë, këtu dhe jashtë. Duhet gjetur një rregullator që ti ta Ti të i kalosh problematikat. Për shembull, bë tani finalja e Muniut, kishte 18.000 vende Interi, 18.000 vende Parisi. Dhe Interi dhe Parisi i dhan prioritet abonentëve të tyre. Pra që e ndjekin gjatë gjithë vitit, prej vitesh. Kështu duhet bërë dhe një sistem këne, duhet krijuar tifozërit nëpër ekipe, duhet krijuar abonet, tash është një nisëm e federatës që ka bërë mirë, domethënë këtë tifozë kombëtarës, pra ti mund të abonohesh kundrejt një pagese dhe ti siguron 4 bileta, është klubi i tifozëve kombëtarës. Ndërsa për sa i përket atyre që the për tifozët kuqezi. Për mua është bërë gabim, por thash nuk jam Jo, absolutisht, unë dua thjesht të marr komentin, opinionin tënd. Është bërë gabim. Mund të organizohen më mirë, po. Por ato e kanë parë të arsyeshme, kështu të arsyeshme, nuk. E qartë. Është vendimi i tyre. Baku, botëror 2026 ëndër, e provuam, e tentuam Europianin, po a do ta provojmë dhe se për ta tentuar jemi duke tentuar botërorin. Patjetër. Shqipëria sot është në një nivel të lartë, një nivel të lartë futbolli, ku dhe krejt vjen vetvetiu që pas 2 europianëve ti të kesh një ëndër të shkosh në botëror dhe pastaj dhe një botëror tjetër. Unë besoj që gradualisht Shqipëria do të shkojë në botëror. Urojmë që të shkojë që këtë herë, po rruga është e vështirë, sepse të thash vendi i dytë të çon në play-off, janë 8 vende, është aventurë e gjatë. Është ndërlikuar. Nëse do të bëjmë një krahasim të gjitha këtyre viteve dhe të ndryshimeve drastike që ka pësuar kombëtarjet shqiptare e futbollit, Baku, si do ta përshkruaje? Evolucionin e kombëtarjes shqiptare të futbollit. Fantastik. Dhe ke diçka peng nga kombëtarjet shqiptare e futbollit para disa viteve apo kur kanë qenë? Jo, s'kam asnjë peng, përkundrazi jam i kënaqur që i kam parë të dyja kombëtarët që para viteve 90 me Jani Kaçin, Perlat Mustën, Mujo Targajn, Suleman Demollarin, Çim Muçën, Agustin Kolën, Ben Mingën, Shoqëri Ballgjinin, Përnaskën, Sefedin Braun, kombëtare fantastike që nuk e kishin këto kushte që ka sot Shqipëria, dhe kombëtarja jonë me kapitenin legjendar, me Lorit Canën, me Ansja Gollin, me Bogdanin, me Sadikun, me Skelën, me Rudi Vatën, kapitenin ai legjendar. Dhe kjo e sot nga patjetër, por Shqipëria ka ecur. Në të tre këto periudha që më përmende, këto të zgjidhje. Po jo, nuk zgjedh dot,
Dëgjoj, me kalimin e viteve, ç'a bëj kur më pyesin kush është për shembull më i mirë apo ky lojtar apo ky lojtar, jo, ne duhet unë jam me fat që i kam parë dhe jam me fat që i kam parë atëherë si tifoz. Nuk zgjedh dot, po dikë do ta kesh më shumë. Po jo, dëgjoj, pse unë thash jam lavdi Zotit i privilegjuar që atëherë i kam parë si tifoz, i kam parë në portative rrion, portative B, portative ty duket kështu si në poshtë tribunës si portative dhe sot i ndjek si gazetar, kam i privilegjuar nga Zoti që je, por të thash Shqipëria ka bërë dhe kjo fal Federatës Shqiptare të Futbollit dhe fal Armand Dukës. E qartë. Ka jo, po dëgjoj. Janë Duka, Armand Duka, Iglitare dhe Eduard Dervishi janë tre njerëzit më të suksesshëm të futbollit tre shqiptarë shumë të suksesshëm të futbollit në botë. Në një farë mënyre tashmë e kemi kuptuar lojën e Silvinjos Baku. Çfarë do t'i këshilloje, çfarë do t'i thoje Silvinjos, në qoftë se do ta kishe mundësinë që ai të merrte mendimin tënd? Ai, dëgjoj, unë s'mund ta këshilloj nga ana teknike, taktike, sepse në atë se çfarë ti shef me zemër, me sy, me mendje, me eksperiencë. Dëgjoj, e di çfarë uroj për të ndeshje, uroj të ketë shpikur në një gjë, se dhe ata serbët na kanë studiuar në detaj, na e kanë bërë skanerin. Uroj të gjejmë na bëjnë një lëvizje surprizuese. Sa e takon skemës po flasim? Po. Çfarë si e parashikon skemën? Se di, ai luan me 4-3-3, duhet të jetë shumë varet çfarë uroj të ketë shpirun në një gjë. Duhet kemi shumë kujdes në lojën nga goditjet standarde, nga kornet, nga encet, sepse serbët janë shumë shtat lart. Po, me Mitrovic, kanë aty, kanë përpara shumë kështu që shikojmë. E qartë. Shpresoj ta shijosh ndeshjen Baku, ashtu siç do ta shijojmë të gjithë. Ta shijojmë me fitore. Me fitore. Të kombinuar me fitore në Letoni.